Fejruz ed Deilemi. Fejruzi është njeri i bekuar, nga familje një shtëpie me njerëz të bekuar, Muhamedi a.s. Pasi u sëmur i dërguar i Allahut pas kthimit të tij nga haxhi i lamtumirës, lajmi për sëmundjen e tij u përhap në të gjitha anët e si ujdhesës. Nën këto rrethana nga Islami u larguan Ejansi në Yemen, Musaileme el Kedhabi në Yemame, kurse Tuleha el Esedi në vendbanimin e Benu Esedve. Të tre rënacakët pretendonin se janë të dërguar pejgamber dhe se secili prej tyre është dërguar te populli i vet, ashtu siç ishte i dërguar Muhamedi i biri i Abdullahut te Kureshitët. El Zved el Ansi ishte një prift mashtrues, magjistar, shpirt keq, keqbërës i rrezikshëm, shumë i fuqishëm dhe trupmall. Përveç kësaj, ai ishte orator i pastër, i mahniste të urtit me fjalimin e tij. Ishte dinak dhe i aftë për të luajtur me arsyet e masës, me trivialitetin e tij si dhe me përfitimin e njerëzve me anë të pasurisë, nderit dhe pozitës. Ai nuk paraqitej para njerëzve me fytyrën e tij të vërtet, por të maskuar, duke atribuar si veti madhështinë e respektin në mënyrë të errët me ndjelljen e tmerrit në zemrat e masës. Në atë kohë, pushteti në Yemen ishte në duart e bijve, në krye të cilëve ishte Fejruz ed Deilemi, shoku i pejgamberit a.s. El Ebna Bijt është emër me të cilin është quajtur një grup njerëzish, baballarët e të cilëve ishin persian dhe ishin larguar nga vendet e tyre për në Yemen, kurse nënat e tyre ishin arabe. Badhani ishte më i moshuari i tyre dhe ishte mbret në Yemen në kohën kur u paraqit Islami. Në atë post e kishte emëruar Kisra, i madhi i persianëve. Posa vuri në dukje sinqeritetin e pejgamberit a.s. dhe kuptoi rëndësinë e madhe të thirrjes së tij në rrugë të drejtë, menjëherë zuri të mos e respektoi Kisran dhe së bashku me popullin e tij hyri në fenë islame, kurse pejgamberi e rivendosi për sundimtar në të njëjtin vend e ai qëndroi në atë post deri pak kohë para paraqitjes së Es-Sved el Ansiut, kur edhe vdiq. Ata që ju përgjigjen ftesës së tij të rrejshme ishin nga fisi i tij, El Ansiut, Benu Medhijit. Ai kaloi me ta në Sanna, e mbyti sundimtarin e saj Shehre dhe birin e Badhanit dhe pastaj u martua me gruan e tij, Adhade. Mandej kaloi prej Sannas në krahinat e tjera ku njerëzit filluan ti nënshtrohen dhe të bien në ndikimin e tij me shpejtësi të konsiderueshme, derisa ai ndikim u përhap edhe në vendet ndërmjet Hadramautit dhe Taifit, si dhe prej Bahreinit dhe El Hasës e gjerë në Aden. Shkathësia dhe mençuria e tij e pakufizuar ishte ajo që i bëri njerëzit të jenë të mashtruar dhe të anojnë kahti. Për krahësit e El Ansiut u manipuluan se ai ka një angjëll i cili i zbret atij shpallje dhe e lajmëron për gjëra sekrete. Ai zuri të argumentoi këtë supozim të tij me anë të agjentëve, të cilët i kishte dërguar në çdo vend për të mbledhur lajmet e njerëzve, t'i zbulojë sekretet e tyre, t'i njohin problemet e tyre, si dhe të zbulojnë atë që fshihet në zemrat e tyre prej bindjeve dhe shpresave, e pastaj t'ia sillnin të gjitha ato fshehurazi. Ai ballafaqoi me çdo njërin që kishte ndonjë hall, secili fillonte t'i tregojë për problemin që e mundonte, kurse El Ansiu u sillte atyre çuditëre dhe habisa që i bënte të harrojnë mendjet e tyre dhe u asilte në dilemë të kuptuarit e tyre me anë të intrigave të tij. Kështu vazhdoi gjersa çështja e tij u përforcua dhe u përhap propaganda e tij, ashtu siç përhapet zjarri i ndezur në bardh thatë. Posa i arriti lajmi pejgamberit mbi dezertimin e El Sved el Ansiut dhe kalimit të tij në Yemen,
Me shpejtësi I dërgoi të ecin rreth 100 veta prej shokëve të tij me shkresa dërguar atyre që hynë të parët në Islam, duke ju dëshiruar mirësi, domethënë muslimanëve të parë në Yemen. Me anë të atyre shkresave, pejgamberi alayhis salam dëshiroi t'i nxit muslimanët që me iman, besim dhe vendosmëri ta përballojnë dhe ta thyen këtë fitnë, këtë intrigë, këtë tres. Ai urdhëron besimtarët që ta zhdukin El Aswad El Ansiun në çfarëdo lloj mënyre. Nuk pati njeri të cilit I arriti shkresa e të dërguarit alayhis salam që nuk ju përgjigj ftesës tij, por nxituan për ta realizuar urdhrin e tij. Më I pari I cili ju përgjigj apelit të pejgamberit alayhis salam ishte heroi I tregimit ton Feiruz ed Deilemi dhe ata të cilët ishin me të prej radhëve të bijve. Ti citojmë fjalët e tij Feiruzit, me të cilat na tregon tregimin e tij të shkëlqyer. Feiruzi ka thënë: Unë dhe ata të cilët ishin me mua nga bijt, nuk kemi dyshuar në asnjë moment në fenë e Zotit, e as që pati ndonjë përkrahje në zemrat tona për armikun e Zotit. Pritnim momentin e volitshëm për t'u hedhur mbi të, për ta zhdukur me çdo kusht. Mbasi na arriti shkresa e të dërguarit alayhis salam, neve dhe shokëve të cilëve të parët kanë hyrë në Islam, u përforcuam njëri me tjetrin dhe secili prej nesh u ngrit të kryej detyrën e vet. El Aswad El Ansiu ishte mashtruar dhe ishte bërë mendje madh pasi kishte arritur disa suksese. Ju rit mendje dhe ndryshoi qëndrim edhe ndaj liderit të ushtrisë tij, Kajs ibn Abdi Yegutit, derisa Kajsi filloi të mos ndihet I sigurt nga tirania e tij. Shkuam tek ai unë dhe kushëriri im, dhe I vej, e lajmëruan për shkresën e të dërguarit të Zotit dhe e ftuam që të drekoj me njeriun El Ansiun para se të dërkoj me të. Ftesës son ju përgjigj me gjithë zemër, na tregoi disa fshehtësi të tij dhe na shikoi sikur të kishim zbritur nga qielli. Që të tre u zotuam, që ta përballojmë dhe ta luftojmë renegatin Renacak nga brenda, kurse vëllezërit tanë të tjerë ta sulmojnë dhe të ballafaqohen me të nga jashtë. Vendosëm që të bashkëpunoj me ne kushërida ime, bie e Xhaxhait, Dava, të cilën e kishte marrë për grua El Aswad El Ansiu mbasi kishte vrarë burrin e saj, Sheher ibn Badhanin. Shkova në pallatin e El Ansiut dhe u takova me kushërirën time Dava dhe I thash: Oj bie e Xhaxhait tim, ti e di sa të këqija dhe dëme na ka bërë ky njeri, ty edhe neve. Ai e ka vrarë burrin tënd, I ka shnjërzuar gratë e popullit tuaj, I ka shkatruar dhe zhdukur shumë syresh dhe ka rrëmbyer pushtetin. Ja, kjo është shkresa e pejgamberit alayhis salam, të cilën na e ka drejtuar neve në veçanti kurse popullit Yemenit në përgjithësi. Ai na bën apel, na fton ta heqim qafe këtë bela një herë për gjithmonë. A dëshiron të na ndihmosh kundër tij? Si t'ju ndihmoj? Më ktheu ajo. Unë I thash që ta largojmë. Ajo tha: madje edhe ta vrasim. Atëherë unë I thash: për Allahun, unë nuk kam patur tjetër qëllim, por u friksova se do të kundërshtosh. Ajo tha: për atë I cili e dërgoi Muhamedin me drejtësi, përgëzues dhe tërheqës I vërejtjes, nuk kam dyshuar në fen time në asnjë moment, e as që ka krijuar Allahu njeri më të urryer për mua se sa këtë shejtan, djallë të mallkuar. Gjithashtu betohem në Allahun se atë nuk e njoha ndryshe qysh se e kam parë, por vetëm si një të pacip, mëkatar, njeri që nuk e mbron drejtësinë dhe që nuk ndalet nga të këqijet. E pyeta atë: e si do ta vrasim atë? El Ansiu? Ajo më tha: vërtet ai është I mbrojtur dhe I kujdesshëm për vetveten. Nuk ka vend në pallat që nuk e rrethojë në rojet, përveç kësaj dhome të largët dhe të lëshuar. Në të vërtetë, ana e prapme saj është deri në vendin e caktuar, që del në fush kur t'ju zëterë juve. Thyeni atë në errësirë të natës, atëherë në brendit saj do të gjeni
armën edhe lampën. Aty do të më gjeni duke ju pritur, pastaj hyni tek ai dhe e vrisni. Unë i thash asaj, por ta qash murin e dhomës së këtij lloji pallati nuk është punë e lehtë. Mund të kaloj ndonjëri pranë nesh të bërtas dhe t'i transferojet, atëherë ndodh ajo që nuk dëshirojmë. Ajo tha, mire ke, ja, kam një ide për ju. E pyeta, e çfarë është ajo? Ajo u përgjigj, nesër dërgoje një njeri të besueshëm në cilësinë e një punëtori, kurse unë e urdhëroj ta shpoj dhomën nga brenda përveç një pjesë të vogël. Pastaj gjatë natës ju e kryeni pjesën tjetër nga jashtë me pak mund dhe fare lehtë. Atëherë unë i thash, ide e qelluar është kjo. Pastaj u largova nga ajo dhe i lajmërova shokët e mi mbi marrëveshjen tonë, kurse ata uruan për këtë. Nga ai moment shkuam për t'u përgatitur për çështjen e caktuar. I lajmëruam njerëzit e caktuar prej besimtarëve tanë, ndihmëtar me sinjalin e fshehtë, i ftuam ata që të përgatiten dhe e caktuam takimin me ta në agimin e ditës së nesërme. Mbasi ra muzgu i natës dhe erdhi koha e caktuar, unë me shokun tim shkuam te vendi i shpuarjes së dhomës, e gjetëm atë dhe u futëm brenda në dhomë. E morëm armën, e ndezëm llampën dhe shkuam te dhoma e armikut të Zotit. Kur kushërira ime duke qëndruar në derë të saj, ajo më dha një shenjë dhe hyra brenda tek ai, derisa ai ishte duke fjetur dhe grahiste. Elansiut ja vu rrethikën fyt, e ai lëshoi një britm sikur të pëlliste kau dhe u drodh si deveja e therrur. Kur dëgjuan arrojet britmën e tij, arritën te dhoma dhe pyetën, ç'është kjo? Kushërira ime u tha, largohuni të qetë dhe të kënaqur sepse në të vërtetë profeti i Zotit po i zbret shpallje, inspirim. E ata u larguan, qëndruan në pallat derisa agoi, e atëherë u ndala mbi njërin prej mureve të tij dhe brohorita. Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. Dhe vazhdova ezanin derisa thash, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Dëshmoj se vërtet Muhamedi është i dërguari i tij, si dhe dëshmoj se El-Eswed El-Ansiu është gënjeshtar. Ky ishte sinjali i fshehtë. Atëherë muslimanët arritën te pallati nga të gjitha anët, dhe kur rojet dëgjuan ezanin, u friksuan dhe u tmerruan dhe të dy grupet u ndeshën luftë me njëra tjetrën. U ahodha kokën e El-Eswed El-Ansiut prej mureve të larta të pallatit. Kur e pan për krasit e tij, u dobësuan dhe i la fuqia. Kurse kur e pan muslimanët, madhëruan Allahun dhe u vërsulën mbi armikun e tyre. Operacioni përfundoi para se të lindë dielli. Pasi zbardhi dita, ne ja dërguam një shkresë pejgamberit alayhis salam përmes së cilës përgëzonim atë për përfundimin fatal të armikut të Allahut. Kur lëmtarët arritën në Medinë, e gjetën pejgamberin alayhis salam i cili kishte ndruar jetë po atë natë. Megjithatë, pas pak qastesh, u njoftuan se pejgamberi ishte inspiruar dhe kishte marrë lajmin e gëzueshëm për vrasjen e El-Eswed El-Ansiut, po atë natë në të cilën ishte vrarë. Pejgamberi alayhis salam ju kishte thënë shokëve të vet, El-Eswed El-Ansiu është vrarë dje. Atë e ka vrarë një njeri i bekuar nga familja e një shtëpie të njerëzve të bekuar. Ata e pyetën, cili është ai o i dërguari i Zotit? Ai ishte përgjigjur, Fejruzi triumfoi.